Të përshëndes, Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje, të dëgjojmë me vëmendje, besoj për temën e ditës ke diçka, nuk e kemi diskutuar së bashku këtë ngjarje. Ma thuaj. Akti i pastër terrorist, Andi, për mendimin tim. Akti i pastër terrorist. I shikon që nuk ka nevojë të kesh ndonjë inteligjencë të lartë për të kuptuar që ata janë vrasës me pagesë të huaj, profesionistë në ushtarak, domethënë nga mënyra si lëvizin, si mbajnë armët, dhe si e ekzekutuan atë personin, unë kam mbajnë të emrin, nuk më intereson. Po çon si ka emrin. I vati dhe i dha goditjen e fundit. I dha goditjen e fundit, Andi, si forcat e sese të Rahut, të tretë. Vetëm ata i përdorin këto mënyra. Shiko, nga mënyra dinamika se si ndodhi ngjarja, plumba shkuan në xhamat e një hoteli, të automjetit e tjerë, mund të kishim mësuar edhe qytetarët pafajshëm. Sa vendi sigurt jemi në të vërtetë? Po sigurisht është fat që nuk u vra njëri tjetër. Nuk jemi ne, sepse aty mund të kishte ndodhur një katastrofë më e madhe. Kalashnikov Andi e hedh deri në 1200 metro. Po këtë plumbin. Dhe plumbat mund të kishin vajtur brenda në aeroport. Aty ka njerëz që të rëndësishëm që lëvizin, ka turistë të huaj, është fat që nuk u vra njëri tjetër. E kuptoj. Mirë. Po ma thuaj edhe diçka, PD-ja siç lajmëroi protest, le të themi për rastin Balluku, më shumë të korrupsionit e tjerë, të hënën në orën 18. Këto janë lojra që bën konsumi brendshëm për të larguar vëmendjen nga problemet reale që ka ky vend. Okej, mirë. Janë dy lojtarë të vjetër që lodhin të njëjtën lojë. Si Rama edhe Berisha janë lojtarët e perestrojkës, e ke lexuar perestrojkën? Okej, mirë. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën, edhe unë ju uroj ditë të mbar.